Ma keni dërguar aq shumë herë këtë deklaratën e Ivanka Trump për hiqjen e Sazanit, sa e dëgjova. U detyrova ta dëgjoj, me thënë drejtën. Shikoni, unë i mirë kuptoj gjithë ata që të menduarit e kanë sfidë, i lodh, dhe natyrisht përtojnë që të mendojnë, po nuk mirë kuptoj cili ndoj që të menduarit e ka proces të fituar, që nga koha e shkollës, e dini pse. Sepse fill pas e dëgjova, pyetja më elementare që më lindi është, zonjë, a keni ju një akt të blerjes së ishullit të Sazanit? Apo akt të shitjes së ishullit të Sazanit? Se për të flitet, apo jo? Jo, nuk ka, dhe nuk ka se si të ketë, aq më tepër një ishull të dytë Epstein, tashmë të zotruar nga Trumpët. Shikon, unë e kuptoj betejën me Donald Trump. Natyrisht, janë e drejtën legjitime të gjithë ata që duan ta mundin. Nuk ja kanë dalë dot deri tani në Amerikë apo me si të ngjashmit politikisht të tij në Europë. Por ajo që unë nuk kuptoj është, po Shqipëria ku hyn këtu? Ç'keni me Shqipëri? Bëjni këtë betejë pa ne, pa Shqipërinë. Sepse me thënë drejtën po i bëni dëm kolosal ekonomisë së saj, turizmit si dega kryesore e saj dhe sezonit turistik. Tani, ashtu siç edhe marrëdhënies të Shqipërisë me investitorët e huaj. Them këtë, në mes të gjithë dizinformimit që po sundon hapësirën informative, nuk arrita kuptoj si ne nuk bëjmë akoma që me elementare të mundshme. Transparencë totale për këtë proces. Transparencë totale. Aplikimi i parë, aplikimi i dytë, leja zhvillimore, projekti arkitektonik i parë, vendimi për rrëzim, projekti arkitektonik i dytë dhe kërkesa për leje ndërtimi, rrëzimi i dytë. Pastaj me radhë detyrat e lëna, detyrat e përmbushura, detyrat e papërmbushura, kriteret mjedisore, kushtet mjedisore, përmbushja e tyre, kompanit arkitekturore, kompanit për anën mjedisore, investitorët, pronarët përfitues, nën kontraktorët. E më tutje, pronarët e tokës, ata të origjinës dhe ata të bërë pas transaksioneve apo përmes transaksioneve, zinxhirin e transaksioneve deri tek pronari fundor. Në fund edhe parat, të kujt janë, si janë, kush është burimi, nga vijnë, sa do të investohen. Kaq, të vendosura në një faqe, të aksesueshme nga të gjithë, pa nevojën e shpjegimit të kërkujt që mund të nxjisë apo të zhvendos vëmendjen e qytetarëve nga faqja, informacioni i plot dhe pa asnjë rezervë tek personi që shpjegon. Shiko, të thuash që jemi në mes një lufte hibride, dhe e tillë është sepse dizinformacioni po gëlon, dhe të mos bësh transparencë është nonsens. Vetëm transparenca përballet me dizinformimin. Dhe e kemi detyrë transparencën. Sepse me thënë drejtën nuk kemi në pronat tona, edhe pse për tonat kemi detyrim të deklarojmë. Jemi në tokë të Shqipërisë.